Ti ke dhuruar veshkën Sokol. Sokolit. E ke njoft, se ke njoft? Kur? Se ke njoft kur. Atëherë na trego vlla, si ka qenë? Kërkesa e familjes Sokolit të bëu përmes gazetave të atëhershme. Ka qenë bota sot edhe rilindja që në botu këto në diaspor. Dhe me në 2-3 rreshta aty, po, gjatë leximit sa atëherë i kim pas vetëm këto 2 dritare edhe Pra e lexove në gazetë që ka nevojë Sokoli për veshk. Për veshk. Nuk e ke njoft kush është Sokoli? Ja, Edhe ke qenë i gatshëm me dhuru veshkën tënde për Sokolin? Po, Edhe e ke bo. edhe bona. Edhe një herë, prap dorë trokike, duhet. Sa kohë tu desh me mendu i dashur Ismet? A tu desh kohë me mendu shumë gjatë dhe a tu desh me pyet dikon për dhurimin e veshkës? Pra se nuk është pak me heq pjesë nga trupi dhe me ja dhon dikujt tjetër të panjohur. Pra ky është një gjest fenomenal. Por është pak i vështirë, apo jo? Të në Kosovë në atë kohë, para se marrë në Zvicër, po edhe këtu në Zvicër ka qenë, si me thonë, e domosdoshme me qenë si Mohamet i Odav. Edhe më sillna për Oda, se institucionin ndaj kam pas saptua dhe aty shumë herë kom një plesh të thonë, njerëz ma djetër që punë të mëdhaja e bojnë shpejt. Dhe më thonë, vendimet për punë të mëdhaja duhet bojnë shpejt. Pra, do më thonë ti për këtë punë të madhe e ke vendosur shpejt. A morë mendimin e dikuj Ismet? Jo, Spyte kërkon. absolutisht s'ka ditë kërkush. Si e priti familja? A se ka ditë familja kur Jo, të jo, operacion? jo, jo. Si ke treguar askujt? Vetëm shoqja ka ditë, gruaja ka Si ditë, e priti shoqja? vetëm 2 javë ditë për para. Para se me bot transplantin. Kur është vendos, se kanë qenë kontrollat të mjeku, Po? kontrollime ndryshme, konsultimet, Për me kombinua do grupi gjaku dhe gjitha këto? dhe